Sukseset e klubit të futbollit Drini i Bardhë në edicionin e kaluar, kur u shpall kampion e Ligës së Tretë, si dhe tani kur skuadra nga Gjonaj me sukses të plot po vazhdon garat në Ligën e Dytë të Kosovës, ka bërë që në has interesimi për futbollin të shtohet edhe më shumë, e bashkë me të edhe në numrin gjithnjë më të madh të talenteve të futbollit, produkt i shkollës së futbollit Drini i Bardhë. Kësaj, njëri prej futbollistëve më premtuar të kësaj ane është edhe ky talent që po e shihni në ekran. Reali karrierën e ka nisur që në moshën 7 vjeçare në shkollën e futbollit Drini i Bardhë, ndërsa tani si 18 vjeçar është pjesë e ekipit të parë të klubit të futbollit Drini i Bardhë. Unë jam Real Smolaj, jam 18 vjeçar. Karriera ime në futboll nisi nga mosha 7 vjeçare, ku filloi te shkolla e futbollit KF Drini i Bardhë has. Dhe pastaj vazhdova te një klub tjetër siç është KF Gjakova. Dhe pas e pata një karrierë të mirë në një moshë më të re të KF Gjakova, dola në klubin KF Drini i Bardhë përsëri. Ku tani jemi në ligë të dytë dhe po kallëzojmë një paraqitje shumë të mirë. Dhe jam shumë kënaqur që kam trajner Robert Gjeraj dhe Alban Hamzaj. Dhe disa lojtarë me përvojë, siç janë Vigan Rexhaj, Ragip Thoqi, Besfort Kasniqi, të cilën nga ta po inspirohem dita ditës shumë më shumë. Dëshira ime është të luaj për klubin Real Madrid. Dëshira ime është të luaj në klubin Real Madrid në Evropë dhe pastaj në Kosovë, pse jo për Drinin e Bardhë të jap maksimumin dhe pastaj në Super League siç janë Ballkani, Prishtina, Gjilani e tjerë. Edhe kryetrajneri i klubit të futbollit Drini i Bardhë, Robert Gjeraj, shpreh i kënaqur me angazhimin, talentin dhe lojën e treguar të futbollistit Real Smolaj, ndërkohë veçon edhe karakteristikat e këtij futbollisti me perspektivë. Është një lojtar premtues, është një lojtar i jashtëzakonshëm, edhe pse është në moshë shumë të re, është pjesë e ekipit parë që 3 vjet, prej kur ka filluar Drini i Bardhë me garu, ka cilësi të jashtëzakonshme teknike, ka vizionin e mirë për lojë, ka një shut të jashtëzakonshëm edhe preciz, që e bojnë lojtar të veçantë me karakteristika që i ka. Normal që pak është lojtar i ri edhe i vjen punë, se çdo futbollisti në çfarëdo kohë, çfarëdo moshë që i vjen punë, kështu që besoj shumë që Reali me punën edhe me angazhimin përveç këtyre që i thash, është edhe një lojtar shumë i disiplinuar, është i cektën punë, vjen me kohë, vjen i parë, shkon i fundit, e kupton ato se çka do të bëjë në futboll, me një farë fjale ky dëshiron me bëj ato se çka duhet me bëj në futboll. Unë besoj shumë te Real Smolaj, se për fillimit kur kam marrë këtu e kam pa potencialin e tij dhe e kam primar, e kam për me fut në lojë dhe për me pa sa më shumë me pa zhvillimin e tij të urrit, se zakonisht në herë lojtarë të ri kur i fut edhe në momente shumë këqija mundën edhe mu djeg edhe mu kon ndoshta në disfavor për ato, po unë kam menuar që pak nga pak do ja dhon minutazhin edhe kur është më pak i ngarkuar psikikisht që mos me kap rezultate i lojës, tu e di që edhe aspiratat e klubit janë pak më të mëdha, kështu që është një pikë shtesë edhe një armë shumë e fortë për mua në momente shumë caktuara kur kena nevojë për Realin. Unë besoj shumë që Reali me një tarme shumë të afërt ka më bëni lojtar i mirë, vetëm inshallah ka më pas fat edhe normal ato që s'do të më pas asnjë futbollist mos më pas lëndime, kështu që ka karrierën shumë përpara. Secili trajner ka vizionin e vet edhe përcakton futbollistin megjithatë se janë pozitat që i luan ai dhe që është më i pritshëm. Reali zakonisht unë kur kam marrë këtu më ka thënë që luan pozitën e mesfushorët ofensiv, mirë po unë gjatë kohës të stërvit ja kam pa edhe një cilësi që mundet me luajtë edhe si mbrojtës i majt, për arsye se ka një të majt shumë të mirë, edhe zakonisht në futboll këtë lojtarë që janë me të majtën është shumë e vështirë me gjetë lojtar që nuk kanë cilësi me kamën e majt. Kështu më ka ndodhur mua gjatë tërë karrierës edhe e kam vendos në disa stërvitje e kam provuar edhe si mbrojtës i majt me lujt për arsye se ka edhe shpejtësinë edhe ka vizionin e qartë për lojë. Kështu që kam menduar që ndoshta në mental me shumë të shpejt kam provuar edhe si mbrojtës i majt, mirë po pozita e tij e preferuar është mesfushor, mirë po jo çdo herë futbollisti duhet me lut vetëm ato që donaj, mirë po ka trajnera që edhe ja shohin cilësi tjera edhe mundet me sikur më ka ndodhur raste me mua, kam lut në pozitë shumë tjetër edhe kam përfunduar fundin e karrierës me një pozitë tjetër. Kështu që ata unë do më bëu te Reali edhe kam provuar edhe si lojtar i mbrojtësit majt, sa është shumë lojtar ofensiv, e ka teknikën e përsosur, gjë që i
vynë një mbrojtësit majtë me pas ata. Edhe e ka vizionin e mirë për e. Kështu që në të dy pozitat mundet me lujt edhe është armë shtesë për të, sepse ata nuk e fokusuar vetëm me një pozit, po ki mundësi me lujt edhe në pozita tjera. Po ashtu edhe kryetari i klubit të futbollit Drini i Bardh, Mustaf Totaj, e cilësoi Realin si lojtar të së ardhmes, ndërsa potencoi se klubi Asjan burimin kryesor të furnizimit me futbollist do ta ketë nga shkolla e futbollit Drini i Bardh. Reali është një super lojtar. Shpresojmë që të i prind shëndet i fati dhe të ketë sukses. Reali vjen nga grup mosha tona, nga shkolla e futbollit, që ne si klub kemi interesin që sa më shumë të nxjerrim lojtarë nga grup mosha tona. Kështu që sa më shumë kemi lojtarë vendor nga Hasi, edhe është në interes të gjithë Hasit dhe komunitetit tonë. Se përket edhe grup moshave tjera këtë vit, lojtarëve tjerë këtë vit ne kemi shfaq interesim edhe si kryesi e klubit që të angazhohemi më tepër të japim një kontribut të grup moshët. Kemi rreth 100 nxënës të shkollës futbollit. Unë besoj që do të na dalë edhe një talent tjetër. Këtë vit kemi marrë edhe një trajner të ri që të kemë më shumë talenta, më shumë të kemë njerëz në staf të shkollës futbollit. Kështu që shpresoj që nga grup mosha tona të nxjerrim futbollist sa më cilësor, sa më talent. Real Smajlej, padyshim, është asi i së ardhmes që ka lindur në gjirin e së sotmes. Dhe asa si Reali në Has ka pasur, ka dhe do të ketë edhe në të ardhmen.